Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Zotë Mirtanika, shumë faleminderit që jeni me ne. Shumë risi sa i takon teknologjisë, duket sikur rritet bashkë me ne. Po, përshëndetje Mario dhe kënaqësi që jam pranë jush rrethpar në radar për të diskutuar për teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Sigurisht, domethënë, ne të mendonim që para 20 vjetësh, domethënë apo 15 vjetësh se çfarë do ishte, sot domethënë po përjetojmë maksimumin dhe pikun e zhvillimit të teknologjisë. Por ajo që nuk duhet të harrojmë asnjëherë, ka qenë pikërisht pra Hollywoodi, sepse gjithmonë në Hollywood janë krijuar filma fantastiko-shkencor, të cilët aktualisht duket sikur e kanë parashikuar të ardhmen, që nga robotët humanoid, që pikërisht pra nga teknologjitë sofistikuara të disa filmave shumë interesant, që unë faktikisht mund të kujtoja një 2-3 filma të cilët janë shumë të vendosur, pra një filma shumë interesant që e kam parashikuar teknologjinë e inteligjencës artificiale. Duke filluar pikërisht pra me atë filmin Simulation 1, Sim 1 me Al Pacino, që u krijua pikërisht pra një këngëtare atëherë, domethënë ishte ideja, u krijua një këngëtare e cila kishte një zë shumë fantastik, bëri të mundur që një audiencë globale domethënë ta atraktojë me të, por e çuditshme ishte që njerëzit doshin ta takoshin. Dhe ç'është e vërteta nuk arritën ta takonin doskur, sepse ajo këngëtare ishte një gjuhë programimi. Pra ishte një gjuhë programimi e projektuar pikërisht pra në një holografi, pra holograma, që këtu kanë nisur që para 15 vjetësh apo 20 vjetësh. Rikujtojmë atë film tjetër që është me Will Smith, I, Robot. Duket sikur në ato film, për shembull, fjala vjen ndikon te ai fakti që robotët mund ta kthejnë në bumerang apo mund të na sulmojnë. Pra, filma të ndryshëm apo një film tjetër shumë interesant ka qenë edhe filmi Bicentennial Man, njeriu 200 vjeçar, shumë fantastik, që në një familje i zoti i shtëpisë mori një robot humanoid për t'i ardhur në ndihmë familjes, gruas në shtëpi etj. Por që pa këto filma para 20 vjetësh apo 15 vjetësh kanë qenë shumë interesant dhe ne nuk na prisë asnjëherë truri se po bëhet pak për batut, apo mendja që sot të realizohej pra nga Silicon Valley. Pastaj në trajt përgjithshme, pra u krijuan në Hollywood, në industrinë më të madhe amerikane të filmit, dhe sot ekzekutohen apo realizohen nga teknologjia më e madhe globale që ndodhet në Silicon Valley. Inteligjenca artificiale është një koncept, domethënë që është një koncept që ne aktualisht po na ndihmon në punën tona. Ka thjeshtuar pikërisht procese të ndryshme në çdo sektor, si në sektorin e IT-s, si në sektorin e bioteknologjisë apo bioindustrisë, në sektorin e shëndetësisë, në gjenetik, në administratë etj, në administratën shtetërore, në ekonomi, në biznes, në marketingun digital, ka krijuar profesione të reja që deri diku sot të rinjtë apasionuar, domethënë pas reklamimit, pas marketingut digital, krijojnë pikërisht rilse të ndryshme, pra social media manager është një profesion i ri që kanë krijuar, por që inteligjenca artificiale sigurisht se shpesh disa pyesin lidhje me teknologjinë dhe inteligjencën artificiale, por po do na sëmundësoj inteligjenca artificiale. Kuptohet subjekte apo njerëz të cilët nuk janë shumë të involvuar ke pjesa e teknologjisë. Inteligjenca artificiale realisht në mënyrë indirekte po bën të mundur zëvendësimin, domethënë e punëve rutinore, pra ato punë të cilët janë të automatizuara. Për shembull, ne kemi përmendur para shumë vitesh në industrinë e automobilave apo të elektronikës. Ka pas një staf shumë maspunojësish dhe produktiviteti mujor, për shembull para 20 vjetësh, stafi maspunojësish në një industri automobilash, produktiviteti apo rendimenti ishte i ulët 20-30 automobile në muaj. Sot kemi një staf shumë të vogël punojësish, të cilët janë të kualifikuar shumë mirë, të trajnuar shumë mirë, të cilët punojnë me instrumentet e AI-s, pra inteligjencë artificiale, me software-et etj. Dhe produktiviteti mujor është i madh. Le të marrim në sektorin e industrisë, përpara se flasim për maksimumin që inteligjenca artificiale, industria robotike ka realizuar sot, që e përmend dhe ju humanoidët. Në sektorin e shëndetësisë, sot për shembull me atë të teknologjisë e inteligjencës artificiale, bëhet të mundur një diagnostikim sa më i saktë, një diagnostikim sa më i shpejtë, në mënyrë të atillë që dhe trajtimi dhe koha e riabilitimit të pacientit të jetë domethënë e shpejtë, ndërkohë që nuk mund të krahasojmë një sistem shëndetësor sot me atë para 20 viteve. Pra çdo gjë është automatizuar, çdo gjë mund të parashikojë dhe problematika, pra software-ët mjekësor mund të parashikojnë problematika të cilët mund të ndodhin në vazhdim, pra parashikojnë me anë të AI-s,
pajisje të cilët funksionojnë me software të updateuar, të cilët mund të diagnostikojnë në mënyrë shumë më të saktë problematikat mjekësore apo patologjitë mjekësore, etj. Deri aty që në sektorin shëndetësor përdoren sisteme robotike kirurgjikale. Kush? Sistemi robotik Da Vinci, i cili sot roboti më i famshëm kirurgjikal në shëndetësi, ku kirurgjia bëhet shumë e saktë, precize, por sigurisht nuk mund të funksionojë dot në mënyrë autonome. Se kur ne aktualisht shtrojmë pyetjen a mund të funksionojë inteligjenca artificiale, a mund ta zëvendësoj. Asnjëherë inteligjenca artificiale nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome, pra pavarur. Gjithmonë është inteligjenca natyrale që jemi ne, që i japim instruksionet, direktivat, atë push the button, do të thënë të start, i japim direktivat që inteligjenca artificiale apo një sistem elektronik apo një sistem automatik apo një sistem mjekësor të funksionojë. Në botën e medias, inteligjenca artificiale, për shembull, që ne themi si një koncept, ka sjellur revolucion masiv. Sot pikërisht ke kamera robotik, të cilët përdoren për televizione, ke kualitet shumë të lartë të audios dhe videos, domethënë cilësia është shumë e mirë e transmetimeve etj. Pra çdo gjë është e thjeshtuar. Inteligjenca artificiale sot përdoret pikërisht për atë në bujqësi, në mënyrë të automatizuar, në spërkatjen, në sasinë e pesticideve për shembull, të cilët do hidhen pra në brenda normave të automatizuara. Tjetër gjë, inteligjenca artificiale sot po ndikon pikërisht pra edhe tek didaktika e fëmijëve. Pra në mënyrën se si fëmijët për shembull i perceptojnë gjërat sot. Se unë për shembull si një individ nuk mund ta krahasoj fëmijërinë time para 40 vjetësh apo unë them 38 vjetësh me fëmijërinë e sotme. Sot fëmijët janë akoma më të zgjuar. Sot kemi fëmijë 1 vjeç apo 2 vjeç të cilët i kemë me tablet apo me smartphone. Bëjnë ato scrollin aty, shikojnë gjëra të çuditshme, shikojnë elemente të çuditshme etj. Pra sot fëmijët janë më të zgjuar. Por ky zhvillim masiv i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale sigurisht ka edhe pak, ne themi, efekte anësore ose side efekte, sepse duke përqendruar gjithmonë, duke qëndruar pranë teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, pra pranë smartphone-eve, gjithkohë nëpër laptop, gjithkohë nëpër tablet etj. Sigurisht që mund shkaktoj probleme të ndryshme në optik, në shikueshmëri, pra në oftalmologji, pra në sëmundje e miopisë, që nuk ke mundësi të shikosh në një distancë caktuar. Tjetër gjë, në aspektin psikologjik, introvertizmi sot janë bërë, siç e përmend edhe ti, inteligjenca artificiale është bërë si shoku im i ngushtë, fonde telefoni, domethënë shoku im i ngushtë realisht. Për mua është bërë shoku im i ngushtë. Çfarë mëngjes, hap telefonin, një lajm të Elon Muskut që do okupoj të çojë njerëz në Mars. Përse një lajm tjetër të Bill Gatesit që njerëzit nuk do punojnë fare, se ai do punojë për njerëzit. Domethënë që i bine do dalin pension tash. Një lajm tjetër të Jeff Bezosit që inteligjenca artificiale do zëvendësoj punojësit e Amazon, 50% punojësit e Amazon. Pra shokët e Trumpit. Kupton ti çfarë bëhet?